Bashkia e Klosit ka vijuar punën për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në zonat më të vështira të rrugëve rurale. Për shkak të terrenit të thyrë në shumë rrugë fshatra, shkalimi i automjeteve në stinët me shije dëbor bëhet thuajsi i pamundur. Nisur nga kjo, Bashkia e Klos vijon zbatimin e projektit për shtrimin me beton të pikave më problematike të këtyre rrugëve. Së fundmi puna është përqendruar në fshatin Gurre Vogël, ku po shtrohen me beton disa malore në lagjen Kurti. Banorët thonë se këto investime zgjidhin problemet e kajhershme të fshatit me infrastrukturën rrugore. Ba shumë bukur. Na dëmuj, drita, rrugë. Asgjë tjetër, më punë ofshin të hajma në mose, gëjmë durt. Vetëm gjatë e ato, mesin me hap në gjatën ka e tjetër me shtru në ata. Jo të izolu, po të pushkatu. Tu ka i 100 vetë në zogu, në veri, në sala, të heu hap rruga. Të na e kanë ba më regullin ne. Unë i banor le rrejt në tu, të është e kanë ba më regullin. Na kemi qenë zahmet, kemi pas dhe ke dulkatoqi, kemi pas shumë me barela smonit. Se dve makina këtë dhe ta merë smonit shko. Pas përfundimit të shtrimit me beton të segmenteve problematike në këtë lagje, puna do të vijojë edhe me rrugë të tjera të fshatrave të Gurrës, por edhe të njësive të tjera administrative të Bashkisë së Klosit.